Është një ndër gojdhënat më të dëgjuara e cila përsëritet vit pas viti. Sipas rrëfimeve të porcillura brez pas brezi, ndryshimet e motit në fund të muajit mars lidhen me mitin e plakave. Gati një javë në fund të muajit mars kthehet i ftohti, i cili sjell rreshje bore, e që në popull përdoret si po shkunden plakat. Edhe sot ky term përdoret pothuajse në të gjitha rajonet. Vjeçari Nazmi Beka nga fshati Koliq ka thënë se këtë legjendë ka përcjell edhe tek nipërit, ashtu sikurse e ka dëgjuar nga nëna e tij 106 vjeçare. Vini kur bo me dal plakat. Plakat kur dy me ecë, plakën hallakatën, bojnë fjallë me reja, bojnë fjallë me se si duke kur gja në rregull, se ka të lashët e vetat çmetës, e qati ka met që po shkunën plakat. Se her bje bërë, që hallakatët ku halësit ku, qërëhet po shkunën plakat e një. Po fundim gjithë shkafe, po fundim e ka një hallakatje. E ka një hallakatje, edhe koha, edhe plaku, edhe në përfundim. Kur dhe me shkua, në përfundim, që Albani për shkama, ham shkaj, ham si një roko, që për shkama 2-3 dit, edhe hallakatët, shkunet, edhe plaku, qashti, kur ti bash vjetë, do me di që kje dhimte, kje të lashe, s'pilqen gjithë shkafje, as pilqe fjalla, as pilqe nej, as pilqe hej, as pilqe kur gjafe. Edhe tash, qka se më pilqen në bëj fjallë? Bëj fjallë, pse qërtë, pse që ka, pse qërtë, pse që ka. E qësaj dhe hallakatje, shkunja. Edhe banori Recep Krasniqi nga fshati Grashtic ka thënë se ndonë se nuk e din historinë se si ka mbet kjo legjendë, në këtë rajon ende përdorin shkundjen e plakave. 5 vjetre kom dëgjua, thëshin nërmjen 9 javëve dhe 8 javëve para Shëngjergjit, aja të herë dhe pak edhe zbutet ku, harajshin me pluskat mahet bërës. Po shkunën plakat, po shkunën plakat. Qysh ka mbet, gajdhona nuk e di. A nërmjen 9 dhe 8 që të thëshin plakat po shkunën. Edhe në rajonin e Dukagjinit miti i plakave përdoret për të njëjtën histori, rënjen e borës në fillimin e pranverës. E moshuara Nife Lataj nga fshati Carabreg i Deçanit ka thënë se ajo beson në historinë e plakave, sepse sipas saj të gjitha gojdhënat që janë thënë nga të parët janë të vërteta. Për shka mu i di, une, gjyshja e gjyshës jeme, ju ka kalzuar në Maceni qështu, u kanë kalzue, kanë thonë si ishin konë në atë farvakti, kjo kohën e të lartë e janë teper, vësi një shku ty i kalzu njën i tjetëri qështu, ishin konë atë skomje modhe, e s'kanë pasë, veç me gjojë, me dalë në bjeshke, me qështu me jetu gjysh, me qëto senet shpisë dhe kanë pas gjohë, ju ka sosi shimjen, kanë thonë për dalim bjeshk. Për tash ishin konë, ta 2 vllazën, Homsini, Arbaini. Vllazën ishin konë. Arbaini e ka mujnë dhetorin, janarin, shkurtin. Homsini e ka marsin, prilin, majin. E në qëta mujnë tash, ky ka matë nëzeta, Homsini ka pas ditët matë nëzeta, Arbaini mu matë ftira. E tash qita e që plaka, jo, ka marrë një kuhë nëzet, jenë që ka thënë për dalim bjeshk, plaka. I kam ledhë thmine, gjone, krejt, e jenë njësi në shkun bjeshk. Kër në shkun bjeshk, këti Homsinit, për tash këto, ka herës jenë, Homsinit i ka ardhi njati. Se në qëmëj mua dur tash ka qërët në bjeshk. E i ka thonë vlla vetë Arbain, vlla, të te apë më jep 3 ditë huva. Thot pse, thot se ta ngri plakën bjeshk me shka ka.
Ka thonë po aja ka thonë, edhe ka ngrinë, me shka ka pas më thëmje me gjohë, me krejt, e ka ngrinë bjeshk. Po shkunden plakat është një legjendë që sipas etnologëve lidhet me historinë e plakave, e që ka disa shpjegime interesante, por që kanë të njëjtin kuptim. Etnologu Bashkim Lajçi ka thonë se ky mit përdoret edhe sot dhe shpjegimin e ka të atill sikurse në popull. Në muajin mars ndodh me radhë borë, ndodh me radhë shi, në një periudhë caktuar, domethënë. Edhe në hyrje, domethënë pas datës 22 kur domethënë fillon stina e pranverës. Edhe si e tillë kjo legjendë, domethënë edhe sot e kësaj dite të gjenerata re në shekullin 21 është aktuale. Domethënë kryesisht e gjenerata vjetër më tepër, mirë po jatë që edhe gjenerata tjera e hetojnë këtë ndryshim. Si e tillë, kjo legjendë, domethënë, ka interpretime të ndryshme varësisht prej krahinave, domethënë ka variacione të ndryshme. Edhe si e tillë, domethënë ajo çka është më thelbësore thuhet që plakat, tani edhe kjo mund të ketë lidhje me mitin, pse bash plakat, pse bash mosha. Domethënë në një farë forme mund t'i quajmë edhe të pa dëgjuara, sepse merr moti mirë edhe sipas popullit një plak, kemi domethënë ambiente krahina ku thonë ka dalë plaka me bakti, me i kullot. Domethënë ka marrë koha mirë edhe ajo ka dalë atje, mirë po kur del atje ajo në një farë forme, sipas legjendës, krekoset, lazdrohet. Edhe sikur se i thot dimrit, ndulem në verë. Domethënë në një farë forme e kalum atë pragun edhe kalum në një stin tjetër, mirë po marsi në këtë rast ajo domethënë zemrohet edhe në një farë forme e ngrin. Domethënë bëhet ftoftë, e ngrin plakën e kështu. Legjenda për mitin e plakave thuhet që është e vjetër mbi 2000 vjet dhe mali Tomor mendohet të ketë qenë vendi ku plaka u ngri me bagëtinë e saj.